Zgjedhje si rregull janë një lloj referendumi, të qëndroj ai që është në pushtet apo të ik. Sa i dëmton, sa mendoni se kjo mundësi dëmton shanset e partive të reja për të sfiduar dy të mëdhat, apo dhe parti në pushtet? Nuk i dëmton. Do të jemi i hapur, nuk i dëmton, përkundrazi. Kështu si që impostuat ju është edhe më lehtë në fakt për partitë e reja. Pse? Sepse edhe në rastin konkret mund ta bëj një analizë fare të thjeshtë. Nëse do të ishte një referendum, dhe është në fakt një referendum të ri apo të ik Edi Rama, analiza edhe politike, por edhe matematikore është e thjeshtë. Sepse Edi Rama nuk do duhet ishte në fakt në qeveri në këto 4 vite. Të paktën nisur edhe nga shifrat apo votat që mori në 2021. A marrë më pak se sa gjysmë, në 28% e votës së shqiptarëve. Thënë kjo, ka kaluar 4 vite dhe bilanci tragjik i keq qeverisjes së Ramës është një bilanc lufte me ministra në burg, me kryetar bashkie në burg, me drejtor në burg, me skandale njëri pas tjetrit, e me radhë. E në këtë aspekt, unë besoj që sot ka një shumicë dërmuese të shqiptarë që janë të qartë për një gjë. Edi Rama duhet të jetë, dhe me sa duket nuk do të jetë në qeverisje në pas 11 maj. Shifrat e tregojnë këtë. Sondazhet e tregojnë këtë. Sondazhet paktën sipas disa televizioneve nxjerrin fitues. Jo, nuk më rezulton kështu. Mund të jetë partia e parë nëse do zgjedhjet do mbaheshin sot, fiton Edi Rama. Jo, nuk është kështu. Figura politike më e pëlqyeshme. Sondazhet tregojnë diçka tjetër. Po cila sondazhe? Mund të jetë ato çfarë kanë parë në një televizion tjetër, disa televizion tjetër. Po them pra, sot që thuhet, ato sondazhe, nëse jam i gabuar, partia e pushtetit sot, është partia e pushtetit, nuk është partia socialiste. Ka një domethënie. Shkon deri në 35%. Maksimum disa të tjerë japin deri tek 40 apo diçka më tepër. 40% mbështetje. Dakord, partitë e tjera janë më pak. Jam dakord për këtë. Po të jesh parti e parë dhe të jesh parti fituese janë dy koncepte të ndryshme. Ti jesh fituese do të jesh 50% të votave të shqiptarëve. Mund të jesh parti e parë dhe me 35%, por nuk ke shumicën në shqiptar. Pra ideja është do të jetë apo s'do të jetë në qeverisje. Por je partia më e mbështetur. Po mund të jetë partia. Mund të jetë. Që janë edhe mund në të fletën jetë. e votimit. Edhe mund të jetë. Po këtu e ka një shpjegim racional. E ka një shpjegim sepse është parti e cila është në pushtet. Asnjë nga partitë e tjera nuk janë në pushtet. Edhe këtë ta pranojmë, apo jo? Të 10 partitë e tjera, të mëdha të vogla, nuk janë në pushtet. Dhe ky është një ndryshim i madh esencial, sepse Rama është nga ata që nuk është fshihet, është tashmë përdor gjithë arsenalin shtetëror. Arsenalin mediatik, që e ka më të madhe se kush do tjetër, financiar po e po. Për këtë mos koni shumë zotja Libeaj, se sa herë juftojmë, ju japim hapësirën të shpalosni edhe programin tuaj. Nuk e kam për këtë, por fakti është, përjashtojmë televizionin tuaj, për të qenë edhe korrekt. Por në shumë televizione të tjera, nga mëngjesi deri në darkë, në fakt del Edi Rama, del dhe Sali Berisha, për të qenë korrekt deri në fund. Pra që ka një pabarazi. Ka. Tash pjesën e Luanit e ka qeveria. Tanë janë dy partitë e mëdha që kanë marrë edhe buxhetin më të madh. Dhe kjo tregon për pabarazi. Sepse në një garë ka partitë të cilat nuk kanë, për shembull, ne nuk kemi asnjë lloj mbështetje, nuk po qahem, nuk s'dua të tregojmë këtu vajtues. Por fakti është ky. Ndaj, po flisnim për çështjen e Edi Ramës, sigurisht përdor të gjitha këto mjetet me të cilët kërkon në një farë mënyrë thjesht ju injektohet me dhunë shqiptarëve sepse në çdo rast që hapet del përsëri Edi Rama. Megjithatë, kështu që në këtë realitet rregullat e këtu kush është futur kësaj gari ka pranuar këto rregulla. Ne jemi nga ata që kemi pranuar këto rregulla. Kështu që në këtë realitet ku Rama po injektohet, po injekton, po propagandon, çfarë do të bëni ju si parti të reja? Zoti Rama po mban fort një kartë shumë të rëndësishme, sikurse është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një prej ëndrave të kahershme të shqiptarëve. Cila është karta juaj më e fortë që do të bindi shqiptarët të mos votojnë as Partinë Socialiste, as Partinë Demokratike, as partitë e tjera, por vetëm djathtas për zhvillim? Këtu do doja të bëj një dallim. E do të jemi sinqert me ju. Ftesa ime e kahershme është që asnjë nga ato subjekte politike, të cilat kanë 3 element që i përbashkojnë. Lufta kundër spakut, kundër drejtësisë. Kontributi që kanë dhënë për të mbyllur listat.
dhe mbajtja e raporteve më të përkeqësuara me Perëndimin, po e them që tani shqiptarët do duhet shkojnë të votojnë kundra. Pra do duhet shkojnë të votojnë shqiptarët, por të mos votojnë as njëri, as tjetri. Po pse t'ju votojnë juve? Do duhet na votojnë neve për faktin sepse kemi treguar, e kemi dhënë prova dhe garanci për qëndrimet politike që kemi mbajtur. Nëse pranojmë që një nga vlerat që kërkojnë shumica dërmuese e shqiptarëve sot është mbështetja e drejtësisë, unë së bashku me kolegët e mi, edhe me zotin Shej, me zotin Jakuplari, me zotin Agalliu e disa të tjerë, kemi mbajtur qëndrime vijuese në mbështetje të SPAK.